dërgohen në Srejmore për trajtim. Së pari qenë lokalizohen dhe vendosen në një boks të veçantë. Ditën e nisin në ora 5 të mëngjesit. Marrin pajisjet dhe planifikojnë zonën. Procesi për largimin e qenëve ndacak në kryeqytet tashmë është duke u finalizuar. Komuna e Prishtinës në bashkëpunim me ndërmarrjen publike lokale Gjelbër po punojnë mbi këtë çështje. Ekipi Gazetës Nacionale kaloi një ditë të gjatë të vështirë së bashku me këtë ekip. Sot, ekipi filloi punën në oborin e qendrës klinike dhe universitare të Kosovës. Me mjetet e tyre, ata arritën të evakuojnë disa qenë ndacak. Rrjedhjen e procesit dhe vështirësi gjatë rrugës, për Nacionalin i tregoi zyrtari nga Komuna e Prishtinës, Shkelqe Mustafa. Lidhje me menaxhimin e situatës me qenë ndacak, jemi duke punuar me një intensitet të plotë, duke trajtuar çdo kërkesë dhe raportim të qytetarëve me përkushtim maksimal. Procesi në terren fillon që nga orët e hershme të mëngjesit. Kemi disa vështirësi vetëm me kushtet klimatike. Mirë po jemi duke punuar me një intensitet të lartë. Fokusi im fillestar ka qenë në zonën 1, apo do njohur si zonën qendër. Kemi filluar të fokusohemi në të gjitha zonat e kryeqytetit. Tash jemi duke punuar në hapësirat e QKUK-s. Pasi që qenë të evakuohen, dërgohen në Srejmore për trajtim dhe dërgohen dhe japen për adoptim tek adoptues, sepse synimi i komunës është të krijojë për çdo qenë një familje. Më pas vazhduam rrugës për në qendrën për trajtimin e qenëve ndacak në Hajvali të Prishtinës, aty ku për këta qenë do të jetë shtëpia e parë. Nga aty kuptuam se qenë të cilët ishin evakuar sot janë vendosur ndaras nga njëri tjetri për të vaksinuar. Puna që bëhet aty u tregua nga veterinari i ndërmarrjes publike lokale Gjelbër, Krishnek Vejsa. Procesi që ka filluar është në vazhdim e sipër, sigurisht, dhe qenë të cilët janë në rrugë në kryeqytet do të largohen gradualisht sipas planit dinamik të cilin e ka përpiluar Komuna e Prishtinës. Ne zakonisht deri më tani i kemi larguar qenë të cilët janë të përqendruar kryesisht në zonën qendër, të cilën e kemi quajtur si zona 1. Edhe pas largimit të tyre, procesi do të vazhdojë nëpër lagjet përreth, duke vazhduar nga zona qendër dhe duke u hapur në perimetër njëtrajtësisht. Vështirësitë e punës, pasi që ishte ndërlidhje me pyetjen, vështirësitë gjithmonë ekzistojnë, se kurdo që e ka një përgjegjësi, një punë për ta bërë, gjithmonë shfaqen përgjegjësitë të cilat ose vështirësitë të cilat ti nuk i parasheh në radhë të parë. Mirë po, megjithatë ne jemi duke vazhduar shumë mirë dhe procesi ka ecur shumë bukur, domethënë ashtu edhe siç e kemi planifikuar deri më tani. Pasi që ekipa e kapjes së qenëve zgjohen herët në mëngjes dhe zakonisht punën e fillojnë para se të lind dielli, kryesisht në orën 4-5 të mëngjesit janë në qytet duke larguar qenë nga zonat e tyre. Pasi të sjellin qenë në qendrën tonë, në qendrën për trajtim, këtu fillon ekzaminimi i qenëve, së pari qenë lokalizohen dhe vendosen në një boks të veçantë, edhe merren një nga një duke u kontrolluar, duke u ofruar shërbimet shëndetësore të cilat ata i kanë të nevojshme, pasi që shumica e qenëve të cilët largohen nga rruga, themi me plot përgjegjësi që gjithmonë kanë një problem me vete. Qofshin ato sëmundje të lëkurës, ndonjë problem tjetër, ndonjë plagë që mund ta ketë në trup, ndonjë çrregullim tjetër, ndonjë sëmundje tjetër dhe paraprakisht ata trajtohen për secilin problem të cilin e kanë. Procesi i adaptimit është i udhëhequr nga Komuna e Prishtinës dhe adaptimin e udhëheqin përkatësisht Komuna e Prishtinës. Ata paraprakisht bëjnë analizat e tyre duke i marrë adoptuesit të cilët kërkojnë qenë për të adoptuar, nëse i plotësojnë kushtet për të adoptuar qenë dhe pastaj vinë këtu te ne që të marrin një qenë të cilin Komuna paraprakisht ju ka lejuar që të adoptojnë. Procesi është pak a shumë i njëjtë, qenë të cilët qëndrojnë te ne dallon nga qenin e qenë. Pashit se ka disa qenë të cilët mund të largohen më herët nga qendra, themi për 2-3 ditë, të cilët trajtohen, nuk kanë ndonjë problematik të madhe shëndetësore
dhe janë të gatshëm pas trajtimit që të kalojnë në shtëpinë adoptuese. Mirë po ka raste qenë të cilët janë të patrajtuar, të pa sterilizuar, ata së pari duhet të sterilizohen, të vaksinohen, të përgatiten dhe të jenë të gatshëm të shëruar plotësisht që të kalojnë të adoptuesi. Dhe kjo periudhë varion nga 5 deri në 7 ditë. Më pas vizituam edhe qenë të tjerë që tashmë janë duke u trajtuar në këtë qendër dhe të cilët janë të gatshëm për adaptim.